Për një javë banorët e fshatit Obod vijojnë të jenë të izoluar si shkak i bllokimit të rrugës nga përmbytjet. Aksi rrugor që lidh fshatin Obod me rrugën kryesore paraqet prezencë uji rreth 90 cm. E vetmja mënyrë për të lëvizur janë varkat e ushtrisë. Megjithëse ka një rënje të lehtë të nivelit të ujit në fshatin Obod, sërish segmenti rrugor që lidh këtë fshat me pjesën tjetër të kësaj njësie vjen të jetë i bllokuar. E vetmja mënyrë për të lëvizur drejt fshatit janë varkat e ushtrisë. Banorët thonë se dëmet e shkaktuara në bujqësi janë të konsiderueshme dhe kërkojnë nga shteti që të dëmë shpërblehen. Situata në fshatin Obod është, si thush, e izoluar, uji që në paraborët tonë, në banesën e ka. Por në kena diçka se jena zonë bujqësore, fusha është e mjavën, edhe i kërkojmë shtetit me në vëmë dënë shpërblimet në basë ligjit digo, në në të mbrojtën pa agjinat vëra. Personalisht e shpio, në kam 32 lumjongjë, kam edhe një 6.500-7.000 pëmë dekorative, kam një 600 rojnë shega në nuj, edhe kështu që ishte e nevojshme, jo nevojshme, pa është e domosdoshme me shpërbly këtë popull. Ta nimat që na kanë po e pako shimore, koncentratën e aktive, i falënderojmë për ta që kanë po. Po drejtat kena pas, drejtat jenë në rregull, me doktora jenë në rregull, me ushtri jenë në rregull. Mjetet e Bashkisë Shkodër dhe strukturat mbështetëse vijojnë të jenë për një javë në këtë zonë, në gatishmëri të plotë për çdo nevojë të mundshme.